duhet me pranu edhe antarësia LDK-s, dhe nëse shkon Vjosa Osmani në LDK, definitivisht Albin Kurti mos mund të fitoj 40% dhe nuk mund të bëjë institucion e Republikës Kosovë më vetëm. Përshëndetje, faleminderit shumë që gjatë të kohë me zhvillu këtë intervistë. Knasi faleminderit për ftesën. Si e shihni situatën aktuale në Kosovë rreth politikës? Po situata politike pushimit tash mbas themelimit të institucionit të Kosovës që ket nga Kuvendi qeveria dhe tash nga shpërbërja e Kuvendit nga ana e presidentit Zoni Osmani dhe çumi në gjykatën kushtetuese, shohim shumë qartë dhe tash thymja mes vete, mes lëvizjeve vendosje dhe Zonis Osmani kryesisht Albin Kurti kryeminist në detyrë, dhe këto përçarje dhe këto polarizimet e kanë vënë në fokus edhe shtetin dhe edhe sistemon e Kosovë, po edhe veçanërisht popullatën sovranin që prapë sidoqoftë mënyrë politike mund të shkojnë në zgjedhje, po mbas vendimit tash shohim të presim një vendim që të jetë që i përmbush të gjitha edhe me kriteret ligjore kushtetuese dhe mendoj që mëve që është bërë një dëm dhe nuk mund të riparohet dhe o konë shumë qartë në nenën 86 shumë mirë, o konë deri me 5 mart 2026, ora 24, s'ka pas president apo president e Republikës Kosovës, duhet të shkoj shteti në zgjedhje parakohshme dhe të shpërndahet parlamentit. Çështje të tjera nuk duhet të prononcojmë as në televizioni ju, pas televizorit japën në gjykatës kushtetuese, më mirë se ajo është verdikti final, një mbush shumë jurista, shumë folën dhe nuk duhet bi prej lejtite dhe njerëzve jo profesionistë që mund të thojnë ashtu më mirë të kalojnë sonë di çfarë vendimit do bëj, më mirë të kalojnë vendim në gjykatës dhe i qetë të gjithë me njën dhe vendimi është duhet të respektohet nga të gjithë partitë politike veçanërisht nga lëvizja vendose. Unë mendoj që nuk është dashur me marrë këtu, u duft Albin Kurti nuk ka dashur një president konsenzual apo një president me marrëveshje politike klasike. Sidoqoftë, e gjithë barra i bjen lëvizja vendose Albin Kurti nëse shkon shteti në zgjedhje. Se keni bërë propozimin për blokun e Kosovës? Po, nuk është dashur më propozu zoti Konjufsa është dashtë, e përsëris apet, është dashtë të bëhet ose një kandidat konsensual, jo me librez partijake, ose me marrëveshje politike klasike. Po sidoqoftë Albini nuk ka dashtë, Albini dënë vetëm njerëzit e vetë dhe mi ka të gjitha institucionet. Dënë kryetari i Kuvendit i ka taku me fitumin në zgjedhjes, vetë kryeministër dhe një njeri që ja kryen të gjitha punët dhe mendoj që është e qartë dhe nuk don koment dhe çdo fjalë tjetër është e tepërt, më mirë të vlerëson vetë popullata, vetë mërgata që i ka mashtruar dhe i ka bërë këtë gjendje, e kemë shëtimin e energjisë elektrike, shporta shqiptare është zvogëluar shumë dhe jeta e shqiptarit është të bëhet ditë më keq dhe jo më mirë dhe këtë faturë do t'i faturohet vetëm Albin Kurti dhe lëvizja vendosje. Çfarë mesazhe po përcjellet tek partnerët ndërkombëtar kjo situatë? Po partnerët e jashtë besoj që është e dënshme, pavarësisht që është liruar masa tërësisht nga Bashkimi Evropian dhe fondet, po prapën kjo nuk e amniston zotin Kurti për mos zgjidhjen e punës me çështjet presidente, po kjo lojra politike, populizëm që është e dënshme dhe nuk duhet marrë këtë pikë, por ja pra të gjithë politikanët, edhe një pjesë opozitës se bëjnë fajin që sidoqoftë, po faj kryesor, përsëris prapë, ja qit vulën është Albin Kurti dhe lëvizja vendose që ka dashur njëri president të veten dhe Zoni Osmani kish mujt me rikandidu, po ja kanë luajtur lojën dhe i ka dalë pidorës dhe ato polarizime ju kanë shumë publike nuk i shtojnë, ju kanë të qarta se Albin Kurti nuk ka dashur Zoni Osmani me kandidu. Ato janë gjitha lojra politike, populizme dhe mashtrime për opinione, kinse na e kena dhënë votat, e të jo po u ditë shumë qartë që Albin Kurti nuk e ka dashur Zoni Osmani dhe u prish, më në fund se e kena ditë shumë mirë dhe u konë shumë publike se Zoni Osmani me gjithë respektin kur gjithë se kemë personali, kam thonë sa herë, i ka shërbyer si notere dhe tash ju ka kthy bumerang për të keq dhe e ka thonë shumë qartë Zoni Osmani që kur ja kam caktuar zgjedhjet me 28 dhjetor të vitit kaluar, o konë binomi tyne dhe me marrëveshje politike. Sidoqoftë që kanë kamufluar, po konë e qartë dhe unë nuk shoh koment tjetër. Vesh e shoh se Zoni Osmani në atë termin popullor është djeg politikisht është. Ai bashkohet LDK-s. Atë çel parti tjetër është në vetë personalitetin e saj dhe është në rrugtimin e saj politik. E se keni vlerësuar punën e Vjosës së presidentit? Po Vjosa Osmani nuk ka qenë unifikuese, ka qenë përçarse, i ka shërbyer Albin Kurtit ka me krye si notere prej mos emërimit të zotit Blerë Misuvaj për kryeprokuror të shtetit, o konë publike në Kuvend Kosovës që nuk e don një kryeprokuror që është shumë shembullor, shumë i shkëlqyeshëm, shumë profesional, burrët Kosova që e kanë
një njeri të tillë dhe pas një aferë korruptive, luftëtar i lirisë në luftën e Koshorës dhe pas një aferë korruptive shumë profesional dhe vetëm e vetëm që si ka pëlqyer Albin Kurti vendose dhe e kanë ju munduar me një los një njeri që s'kan mujt dhe s'kan me mujt me do oje që tjera që kanë buar gatin që ka pas shërbime benefite nga lëvizja vendose, qoftë me studenta për mbajtjen e ligjërata për përmjet jurisprudencë që u kon në sektorin e ministrisë atje ku është, sidoqoftë dhe ky farë polarizime dhe këto sende tjera që kanë në këtë pikë, besoj kjo politik, besoj që mund t'i acaroj edhe marrëdhëniet mes Bashkimit Evropian dhe SBA-s dhe shpresoj të thirr Albin Kurti mendjes mos bën kalkilim me politika, mos bën populizëm as koha fundit se për shumë sfidat e jashtë çfarë po bëhet dhe çfarë do të vijë dhe unë mendoj që më në fund duhet të thirrë mendjes si popull dhe si qytetar të bëhemi bashkë kundër armikut tonë shokollu që është Serbia dhe të fitojmë edhe luftën në tavolinë siç kemi fituar luftën në mal. Nëse vendi shkon në zgjedhje, kush prej partive mundet me përfitu më shumë politikisht prej kësaj situate? Po thash, këto humbësit më i madh mundet të jetë Albin Kurti se fatura e përsëris prapë ndërume i faturohet vetëm Albin Kurti dhe askuj tjetër, se po dihet botërisht se Albin Kurti e ka pas në dorën e tina dhe nuk ka dash marrëveshje politike klasike apo një kandidat konsensual pa librezë partijake dhe s'do në qartë. Një kohë që shihet me gjithë kallaos, si thot populli shpërna këto qëllimisht, dhe unë mendoj që kjo faturë duhet të bëhet Albinit dhe morgata jonë që është aseti jonë kombëtar, duhet të di se çfarë mashtruesi është Albin Kurti dhe bën kalkulime dhe i përdor ata vetëm për vota dhe asgjë tjetër dhe nuk ka bërë sen për morgatën, e dim shumë mirë kur të vinë mi vazhdo leje qëndrimet apo ato pasaportat, Ministrinë e Punëve të Brendshme sa vonohen dhe si respekton heq, po vetëm fjalë të mëdha miradie dhe në fakt kur gjë s'ka bo, po shih shumë qartë ata që jetojnë në Kosovë, pe dinë që u ka rrit me tatimi me gjitha sendet dhe çdo send është kom me kry Albin Kurti. A mendoni se mundet me pas ndonjë rikthem të vjosës në LDK? Po thashën gjithmonë është mundësia për më këthy nëse punën e pare bën një kërkim falje Vjosa Osmani se din shumë mirë që ka dëmtuar. Po nëse çdo sen është e mundën në Kosovën politik. Nuk është e marrë njeri edhe për rafën, po vrahen për raste individuale, personale dhe në fund gjykat me kërkim falje, apet po zbutët pak çështja edhe këta. Mundet me kërkim falje më këthy dhe me shku në duhet me pranu edhe antarësia LDK-s dhe nëse shkon Vjosa Osmani në LDK, definitivisht Albin Kurti mos mund të fitoj 40% dhe nuk mund të bëjë institucione vlerësuese më vetëm. Faleminderit. Lutem kënaqësi, faleminderit.